pse pitutën Albinit Bushtet dhe pitutën Albinit në Vozit. Ma e keqe është pse pitutën Albinit në Vozit. Është mungesë guximi. Pse po ma huba ata? Kjo është mos me besu në vetveten. Veç kjo është problemi i madh. Edhe për neve si qytetarë, pavarësisht ta ke votu për LDK-n ajo. Besim. Domethënë, LDK aty ka thonë që unë kam programin më të mirë për me zhvillu Kosovën. Tash po thotë ju s'po ta jap. Por pse po tutesh? Pse? Pse pitutën Albinit Bushtet dhe pitutën Albinit në Vozit. Ma e keqe është pse pitutën Albinit në Vozit. Albin Kurti duhet me dhënë përgjegjësi për aferat korruptive. Duhet me dhënë përgjegjësi penale po flas. Duhet me dhënë përgjegjësi politike për dëmin që ja ka shkaktuar Kosovës dhe duhet me u koncentru që gabimet që i ka bëj me i përmirësu. Zhvillimi ekonomik, me lshu parën treg, me kriju mirëqenie, me përfundu marrëveshjen me Serbinë, që na ka metë si gogol. Sot Kosova ka rrezik me u bë Palestinë e dytë. Ta nuk janë të e ditë. Kosova shtet i pakrym. Sot na mos ishte njohja që solli me gjithë pacolli. Kosova ndërkombëtarisht ke e mbytun. Me thonë, del një politikan, një biznesmen, një ish president i Kosovës, i cili aktualisht nuk ka asnjë funksion publik, është më i fuqishëm se sa krejt shteti i Kosovës, ta bjen një njohje për një shteti tepër të rëndësishëm, siç është Kenya, një shtet që në Afrikë ka ndikim tepër të madh. Dhe krejt këto tu i di, ti me pas mungesë, mos me guxu, këtë njeri me largu, po e shoh veç te këta. Pra po them, përkatësisht e LDK-ja, e cila i ka dhe problemet e mranshme, se unë nuk e di deputet që kanë me vepru. Pa kanë me qenë gjithë për një koalicion me PDK-n a KN-nismen, apo ka aty që dojnë edhe koalicion me vetëvendosjen, apo që dojnë edhe... Sigurisht që ka, sigurisht që mund të ketë, nuk ka kur që të keqë edhe me pas të tillë. Atë ka problemi. Problemi të më thonë që kur nuk ka vendim të qartë partijak. Për shembull, se LDK-ja do në zemën e ka vendimi që me vetëvendosje nuk shkojmë. Këtu nuk duhet m'ia hub këto. E ka të vendosur. Absolutisht e kam përjashtu këto. Po kur ka vendim për shembull që do ta provojnë ç't dytën, është më vështirë pastaj për deputetët individualë dalë kundër vendimit partijak. Po. Kur ka paqartësi, atëherë secili ka mendimin e vet. Sepse megjithatë deputetët, unë e kuptoj që deputeti është i lihen në votën e vet kështu me radhë, po ti ke garuar për brenda një programi, ti tash nuk mundesh me dalë me komplet kundër programit tënd. Përndryshe shoh partinë krejt, domethënë të partisë. Dhe këtë drejtim konsideroj që unë megjithatë mendoj që shumë prej këtyre frikrave që i kam dëgjuar ose që sillen për diskutim, jo domosdoshmërisht nga eksponentë e LDK-s, po edhe njerëzit për rreth, janë të egzageruara edhe mendoj që janë të keq kuptuara, se po keq kuptohet situata. Unë që e lexoj, krahasuar me ata që po e shoh tek ata tjerë. Po në anën tjetër, për shembull, na kemi tazëm. Tash po shkojmë drejt muajit maj, apo jo, është gjysma aprili. Në maj është prap mbledhja e Këshillit Ministrave të Këshillit të Evropës. Aplikacioni i Kosovës që aty në tavolinë. Nuk është në agjendë, po në tavolinë është. E dim që do të më po, edhe ishim kohë pjesë e Këshillit të Evropës në maj. Kemi mujtë majin e kalum, na humbi Kurti në qëtë maj. Dhe me thonë një vjetë shkaj. A ka me kush qëndre për qëtë mu? S'kom një deri tash. Apo na do këtë qashe para në ceshme Këshillit të Evropës? Në gjendje në cilën jemi? Na e pruni zoti Pacolli që atë njojnë nga Kenya, se që thati për ndryshe kem të uharu ndërkombëtarisht, apo na do këtë qashe para në ceshme? Se tek e fundit shtetin nuk e bën njëri veç më koni lidh brenda, po më koni edhe i pranum jashtë. Kjo është ideja e shtetit. Ti shtetin se bën për mu izolu. Një shoqëni bëhet bashkë për me bëu shtet në mënyrë që mu bëu pjesë e botës, jo me ik pi botës. Dhe na tash e na çfarë po bëjmë me shtetin ton 4 vjet të qeverisë? Kur ti na po ikim pi botës? Jo, në momentin që edhe për procesin Berlinit, apo jo? Në momentin